Në qatë periud, dikon kena qëndru mbi 6 orë në qatë pjesën mrena. Nër 30 gradë temperatura rallë është. Qesharake me thonë këto si ku marrë 50 euro pagesë për rrezikshmëri. Zim Selmani, një punëtor i Kekut, pasi një video e tij duke dalë nga kaldaja e një bloku të Kekut u shpërndan nga sindikata Kekut. Na sot jemi me gëzimin edhe po dojmë me pyet më konkretisht për kushtet e punës të punëtorëve në Kek. Zim, a na tregon fillimisht që sa kohë punon në Kek, edhe çfarë pozite ki? Atëherë përshëndetje, faleminderit që keni gjetë kohë për intervistën time. Jam që nga viti 99, muaj shtator, i punësuar në Termocentralin Kosova A. Përgjithësia ime dhe puna ime është domon pjesë e sistemit gypor, ajo pjesa kaldaja si thojmë ne, ose kazanet më thonë në gjuhën popullore. Dhe i mirëmbajmë, evidentojmë ato rrjedhjet që na rrjedh kaldaja domon gypat e kazanit asë, mandej i evidentojmë edhe i rregullojmë domon sanimin e tyre me kolegë, me shoqni, me saldim, me saldues, me gjitha procedurat që na nevojitin. Në çet videon që është bo viral në Kosovë, ti shihesh të dalë për një hapësirë të ngushtë, e ke vesh një kapele edhe një par dorza. Pse nuk e ki pajisje mbrojtëse? Ajo pjesa ku kam dalë ne është pjesa kaldajës, si thash, që kemi evidentuar ato dëmtimet e rrjedhë, mandej kemi filluar me startimin, me saldimin, me sanimin e tyre. Para se më dalu ne kisha pjesën e maskës, po normal nuk është këtë me plotësimin e normave ndërkombëtare. Ai maska është thuajse një përdorim që si e Covidit që kemi pas në pandemi, dhe kam hull para se më dalë se vesh ato pe temperatura, pe plani pe ato. Se ambienti është ashtu, domthonë elektrona është me linjet, nuk mund komplet ashtu me bot pastër. Para se më dalë të pagat, pajisjet mbrojtëse, a i dashte me pas Pajisjet mbrojtëse, pajisje tjera mbrojtëse? Po, realisht. Edhe pse si ki pas çato Po, mbrojtëse? realisht atë helmetin kur e marrin dorë, do të helmeta e kokës që na mbrojnë për mos dëmtimin në pjesën shufra metalike asë, e kisha domthonë unë veç e hjeka nga koka se faktikisht kakton ka pak herë rëndim të kokës asë edhe majta në dorë kur dola. Edhe shihet ajo bateria që kam për evidentimin e pjesës së mrena kur është ma errësirë, me evidentua ato rrjedhjet, edhe maskën që e kisha, teshat që më kanë dëmtuar asë, dëmtuan ato në atë pjesën e ngushticës se janë sadomokon treja teshat vinë të dëmtuar. Na punojmë me ato elemente që janë të punës, që i thojmë na brenerav që prejmë, saldojmë, mandej brusalitha, ato shkaktojnë gjigja ato, edhe normal të punu ato kapën shkyq. Kohët e fundit kemi pas furnizim me tesha, në këto periudhën e vitit, një vjet, 2 kemi pas furnizim me garderobët punës, po jo që na qëndrojnë shumë, se faktikisht unë edhe me shokët e mi ku jem, qatë pjesën ku jem, unë më thonë, mrena një viti 3 par tesha, ose 3 par palë garderoba, na eliminohen, na dëmtohen, ose na shkyhen, ose duhet mi hull. Përveç helmetës, dorzave edhe maskës, çfarë pajisje tjera dojnë me pas sipas? Po normal, kur të fillojmë punën, duhet mi pas edhe pajisjet e mbrojtjes së syve, syzat që i thojmë ne, se zakonisht kur punojmë të pjesë të ngushta na bien ase xixat, brusalicat që i thojmë na, shpesh në sy, andaj duhet më shkon QKK ose në oftalmologji të syve me rregullim i hjek ato ase, na shkaktojmë pak një dëmtim të syve, po na e pranojmë atë punë, me vullnet e punojmë ase, mirë po nganjëherë ambienti i punës është që ta imponon, mos mi mbajt as syzat, se na shtatyt në mjegullavën, avullohen, edhe mund më shkaktu naj mos pamje edhe mund më shkaktu naj rrezik ose naj dëmtim trupore. Mirë, aty brenda në kaldaj, sa ke qëndruar ditë edhe sa zakonisht zgjat që ajo procedura? Ajo puna procedura din më zgjat 4 orë ato më nejt, din më zgjat 6 orë, që faktikisht kur hi më punue, në vetë natyra punës qëtin më punue ato vazhdimisht që derisa të kryjmë, mos të kthejmë prapë më hi ato në ato temperatura, në ato plonë ose në ato gasna, mandej kur i kryjmë, na i përfundojmë. Unë me një kolegë timin, që jem në menaxhimin e, domthonë e kem përgjegjësi atë kontrollin e kazanit, kaldas, sistemit gypor, mandej vinë salduesi, saldojmë gjitha. Në qatë periud, dikon kena qëndru mbi 6 orë në qatë pjesën mrena. Domthonë 2 orë derisa i kemi kontrolluar krejt, tajko edhe kur jemi me saldue, veç realisht komplet e kap mbi 6 orë që kemi qenë të punu. Normal ta jemi dalë, kemi bu pak pauzë, kemi ngrom pak ushqim, kemi pi pak ujë. Sa është temperatura ato mama? Po din më konë ato shumë, din më konë mbi 40, din më konë 30,
veç në këtë periudhën e verës, po edhe dimnit, zakonisht atu ku him nër 30 gradë temperatura rrallë është. Që pjesa që jeni që të sa është të madhës, hapësira? Hapësira, do më thonë, ka hapësirat ngushta vertikalisht, më thonë, asni metër ku punojmë. Gjerësia din më konë din 40 metra, kështu që 3-40 metra që shkojmë, se gjerësi jënë gypat me etazha, do mund të paketumë, kështu pjesë jënë gjithë në ato vegat e veta që janë të renditun. A në të regojnë sa ki pagën edhe kur të ka rritë për atë fundit paga? Paga në ka rritë shumë minimale. Shumë minimale, shumë që është nështë që sharakë vitin e kalum një 50 euro. E para kësaj 50 euro kur të ka rritë për atë? Pagën e kam 700-800 euro në bagën bazë është fjale, në kontratë. Mandej na e që thash, kër e vazhdojmë, se unë e punoj për 7-3, orarin që kemë. Shumë e dhjellë zakonisht në vikendeve kemë pushim, me përjashtim kur na urdhënojnë edhe na detyrojnë, do më onë është obligative, me përgjësi, menaxhmenti, edhe e kemë na një limit të orëve jashtorari, 32 orë jashtorari, ato janë hera. Do në ashta 6 muaj nuk im nëzo, do në ashta heq gjatë vitit, punojnë bloqet e lampi zotin nëse punojnë, edhe min punojnë që s'kijat limitin e orëve, edhe jetë me qatë pagën bazë, që është pak. është pagë mbi jetese, nuk është jetese. A ju paguhet të rrezikshmëria në punë dhe orët jashtë? Jo, rrezikshmëria që 26 vitën e që bëjnë kek, është që sharake me thonë këto si ku marrë 50 euro pagesë për rrezikshmëri. është e dëmshme dhe shumë lënduese, por mu dhe shumë punëtor, shambull kjo punëtor që janë pjesë elektrikës, kanë rrezikshmëri, pjesë e skelimit, që bëhet skelimi. Pra të më thonë, juve nuk ju paguhet rrezikshmëria në punë? Asese. E sigurim shëndetësor, a keni? E kemi një sigurim shëndetësor komod, ashtu të ta them, një sigurim shëndetësor të mesëm, ose të pjesëm, ashtu për shërbime elementare dentistëve, shërbimet të oftalmologjisë që ceka për sy, ato këtu na i lëndem, ose ase në ambulon sigurimi. Na kishme qenë një kërkesë konkrete që e kishtë bo menaxhmentin të kekut? Kërkesa imediate është ngritja e pagës, një pagë dinjitetshme. Një pagë, s'po kërkojna as më shumë as më pak, sa po shkon tregu ose kërkesa e tregut nivel të Kosovës. Edhe kërkesa posaçërisht e jam edhe punëtorëve të mi ose shokëve të mi të Kosovës sa në investim Kosovën na japet një vullnet, na rritet shpresa për një të ardhme këtij termocentrale edhe mos të mbyllëm, mos të jesëm në punë, mos të jesëm në rrugë se të zhvillojmë këtë vend me energji, na kanë zili.